Klevis një hyrje e veçantë në Big Brother VIP bëhet fjalë për Stenaldon, i cili është, po themi, me aftësi ndryshe pasi nuk e ka shikimin. Si u duket kjo hyrje? Shumë e papritur. Vërtet vëllai i madh si vjet ka vendosur që të na surprizoj në çdo prime, pothuajse. Stenaldon është i njohur në publik deri diku, njihet si një këngëtar, i cili siç u prezantu ka marrë pjesëmarrje në The Voice of Albania. Unë personalisht e njoh si emër, si personazh, nuk është se e ndjek se çfarë njeriu mund të jetë ose se çfarë ka bërë ai në karrierën e tij, por di të them që është diçka shumë shokuese dhe mendoj se si banor aty brenda ka për të dhënë shumë, por në ana tjetër nuk besoj se është shumë e drejtë për banorët e tjerë në atë shtëpi. Klevis, pse është e padrejtë në atë shtëpi? Çfarë do thotë që pra do jenë banorë të kufizuar për të pasur debate me Stenaldon? Po besoj se nuk do jetë me loja barabartë tani deri diku. Sipas opinionit publik dhe na aq sa pas reagime të publikut ose personazheve publik, kam parë që nuk është mirëpritur aq shumë hyrja e këtij banorit në këtë edicion. Ne dim që jemi popull që na vjen gjyna pak a shumë, por nuk do shihet njësoj se si do shihen banorët e tjerë aty brenda. Domethënë këtu është ndryshimi e të gjithës. Nuk e di se si do shkojë, na për sfidat që mund të kenë të ndryshme. Se sa javë do jetë ky banor për t'i përshtatur të njëjtit nivel me gjithë të tjerët. Unë e kuptoj shumë mirë që ai do të respektojë dhe do të jetë i barabartë me gjithë të tjerët, por nuk e di se sa mund të jetë i barabartë në këtë pjesë. Megjithatë, Klevis ai theksoi që unë nuk dua që të trajtohem ndryshe nga të tjerët. Pra edhe vetë ai nuk e kërkon që të jetë ndryshe dhe ndoshta duke pasur një lloj qasje të kësaj natyre, ndoshta edhe vetë banorët do impostohen që ta kenë një sjellje të njëjtë me banorët e tjerë dhe me Stenaldon. Shiko, banorët s'dum do ambientohen dhe do jenë të barabartë kundrejt tij. Kupton se vetë izolimi dhe vetë loja aty brenda do i bëjë që mos ta shohin më si një person me aftësi me të pakta, por si një banor i barabartë, por në krau e tij nuk e di se sa do jetë i gatshëm për këtë gjë. Ne e pam që ai mund ta ketë njohur shtëpinë, ka ndajtur siç tha dhe Ledioni me ditë të tëra brenda për të miqësuar me shtëpinë rreth e përqark, por puna është se deri ku, sepse Big Brother nuk është hapi, fli, bë biseda edhe mbaroj aty. Ne kemi parë Big Brother që ka shumë aktivitete dhe ka shumë gjëra të ndryshme aty brenda. Tani se si do shkojë mbetet për tu parë, por që në anën e publikut nuk është parë ashtu siç besoj ka dash produksioni. Mund të jetë vërtet një mesazh shumë i bukur, mund të jetë mesazh që i jepet mundësia çdo kujt për të qenë pjesë në një reality show të tillë, por që i ul shumë banorët e tjerë aty. Kjo hyrje. Ndërkohë, si tu duk Kristi në debate që pati, se duket sikur prime i sotëm ka qenë prime i Kristit. Po. Ky prime i sot mund të marrë titullin e Kristit, sepse pothuajse dy debatet forte që kanë qenë aty ka qenë kryefjala Kristi. Kristi dhe theksoi mjaft bukur dhe një opinion i Monikës që tha mund të jetë karakteri i keq i këtij edicioni, edhe nuk është, edhe jam mbështet shumë mendimin Monikës, sepse Kristi drejt asaj rrugë është duke shkruajt, më fal. Tregon shumë negativitet, ajo loja që bëri ishte pothuajse një lojë që kemi parë edhe në edicionet e tjera, për shembull me kontrollu në thonjza banorët, por që ka dalë shumë blluf te ky debati i dytë tania, edhe nëse ai ka pasur
dy miqësi të afërt na ti themi, ai tashmë i ka humbur dhe ata. Një prej atyre ishte Delore që sapo e deklaroi edhe vet. Gjithashtu na krau tjetër sapo pa dhe një përçarje midis Angjelos, të cilët gjatë këtyre ditëve ka qenë shumë ngjitur së bashku për shkak. Klevis, në fakt, Stine duket sikur është në gjumë, s'kemi pas asnjë reagim, asnjë debat. Pse kaq i heshtur ai, pse kaq i tërhequr? Nuk e di se çfarë shqetëson Stinën, edhe se kur do t'i vi dita për të zgjuar, ta them. Por nuk e kemi pritur Stinën kështu. Të jemi sinqert, njerëzit kanë pritur që Stinja të jetë diçka më ndryshe nga kjo që po na tregon. Mbase Stinja është kështu vetvetiu, mbase ka këtë lloj tipi dhe ne kemi njohur një Stinë tjetër në anë të rrjeteve sociale, por mendoj se do i duhet më shumë kohë se ç'kemi menduar. Nuk e di, nëse vazhdon kështu deri në Prime-in e ardhshëm, i bie që Stina thjesht ka hyrë sa për të hyrë aty brenda. Si du tu kjo hyrje e re Armela? Armela është një nga këto banorët që rikthej në televizion sa për të marrë sërish edhe një vëmendje ose pa klikime në emrin e saj. Ka ardhur pikërisht për këtë arsye. Nuk besoj se do bëj diçka wow, të gjithë normale na për klipe flasim me shpatat e mëdha, do bëj këtë, do bëj atë, por është thjesht një vajzë që ka ardhur për të rritur Instagramin e saj, të t'i hapi një punë të re karrierës të saj, kështu që nuk besoj se do bëjnë diçka specifike. Mu duk tamam si ato, ta them në fojnë, si një ileshtare që me do ato energjit, pikërisht dhe veç e saj sot ishte me të dorashit, nuk e di, nuk më nxori diçka pozitive, por mbetet për t'u parë në ditën e vijim që ta njohim pak më shumë, se nuk është se e njoh. Se Big Brotherin ku ajo ka qenë, unë personalisht nuk e kam ndjekur atë vit, që ta mbaj mend. Edhe Miri duket që është në gjumë ashtu si dhe Stine. Miri? Pa. Miri nuk është aq sa Stine. Miri ka qenë çik aktiv. Miri ka thurur çik ato, Jo, ka bërë hapat. kam fjalën gjatë Prime-it se sot, mësoj se është ndjerë shumë në argumenta në debate. Po, pikërisht. Në këtë pjesë ke shumë të drejtë, besoj që arsyeja është se nuk kanë gjetur akoma veten e tyre, nuk kanë gjetur hapat e dhura për të qëndruar dhe të japin baza dhe argumente të sakta ndaj pyetjeve të Legionit ose ndaj kundërpërgjigjeve të banorëve të tjerë. Ky Prime i sot është një si Romu, as vetë me njëri tjetrin po merren dot vesh, edhe vetë produksioni për shemb po mundohet ti sjellë ti zgjoj pak që ti vërejë në vedi se ku ndodhen. Unë mendoj se kur ata janë mbledhur aty që shbërën të lojët e tyre, ka Ledioni me sipër e thjesht komentojnë edhe bëjnë debate rreth çështjeve që kanë ndodhur. Nuk është se kanë marrë aq seriozisht që ta kuptojnë se ku ndodhen. Ndoshta se është ende herët dhe sa gjejnë ato pozicionet e veta. Po pikërisht. Këtu përfundojmë që gjithë se është akoma shumë herët. Ata presin akoma banorët e tjerë. Janë dhe 2 të tjerë për të hyrë tani pas këtij publiciteti. Nuk e di, po besoj se kjo hyrja e re që hyri, ky banori që ka hyrë sot, do i trondisi pak dhe besoj do i zgjoj pak më shumë disa personazhe aty që kanë menduar sikur të gjitha që kanë njohur deri tani janë shumë easy. Ka persona si Seno është shumë i përgatitur dhe duket. Seno i ka studiuar dhe vazhdoni i studion banorët e përreth, por besoj se deri diku gabon, sepse kemi parë një Seno sot i cili nuk ka qenë aq i vetëdijshëm dhe me këmbë tokë për të përgjigjur pyetjeve që është dhënë nga Ledioni ose opinionistët. Levis, faleminderit shumë. Faleminderit.